Në një kohë kur procesi mësimor po kërkon gjithnjë më shumë forma bashkohore të nxënit, ora e artit në shkollë mbetet një nga hapësirat më të rëndësishme për zhvillimin e kreativitetit dhe shprehjes personale të nxënësve. Përmes ngjyrave, formave dhe ideve, fëmijët jo vetëm mësojnë teknika artistike, por krijojnë një lidhje më të thellë me veten dhe botën përreth. Kjo lëndë u jep nxënësve mundësinë të flasin pa fjalë, të shprehen emocionet dhe të ndërtojnë vetbesim që shkon përtej bankave shkollore. Mësimdhënësi i artit, Ekrem Kalludra, thotë se arti në shkollë nuk është vetëm lëndë mësimore, por një mënyrë për të formuar mendimin dhe ndjeshmërinë e nxënësve. Arti në përgjithësi në shoqëri është shumë i rëndësishëm dhe shumë i domosdoshëm, ndoshta është një prej hapave të zhvillimit të shoqërisë ose paraprisje e zhvillimit ndoshta të shkencave, ashtu siç e kemi mësuar nga historia e artit, por edhe tani arti është një kreativitet i jashtëzakonshëm, është punë relaksuese edhe për nxënësit, të cilët kanë mundësi me shpreh fantazinë, idetë, imagjinatën e vet, po edhe për shtypjet e veta të cilat normalisht kanë ëndrat e tyre apo në mundësitë e tyre të paraqitura në aspektin profesional. Tani nxënësit këtu i kemi të disa mboshave, të 6-tave, 7-tave, 8-tave, 9-tave, që kryesisht ne për vite me radhë në atelien tonë këtu kemi zhvilluar aktivitete, por jashtë që këtë vit nuk kemi fort mirë me mjete dhe materiale, po mendoj edhe me infrastrukturë, e kështu që po kemi po bëjmë pamundurën, më falni, që thjesht të angazhojmë nxënësat që të kemë edhe aktivitete, domethënë jashtë mësimit, që sadokudo që të mësojnë diçka më shumë përveç orës mësimit. Prof, e përmendet sa rëndësishëm është arti për nxënësit, për gjeneratat e reja, mirë, po cila është ajo metoda që ju e përdorni që të nxjisni kreativitetin e tyre dhe në atës që vetë këta nxënës ta shprehin ndjenjen dhe emocionin, sepse sigurisht që pastaj del edhe përtej asaj se sa është një tematike caktuar në qoftë se lihet edhe një temë e lirë dhe ata e shprehen atë çfarë kanë brenda. Sigurisht që nxënësat kanë fantazi, normalisht dhe ne në klasa, në orë mësimore, i shohim nxënësit të cilët kanë afinitet, kanë vija të mira, kolorit të mira, përdorim të mirë të drejtë, të lapsit, të brushës, kështu me radhë, mandej duke pa këto, i thrasim në atelier në orë shtesë, edhe mandej e zhvillojmë me këta kreativitetin e mund shumë. Edhe pse neve nxënësve japim detyra të kurzuar sipas plan programit, këta gjithmonë janë të lirë me kriju, domethënë bazë të imagjinatës dhe fantazisë së tyre. E kështu që kjo është ndoshta një prej mundësive që nxënësat këtu kur të vinë kanë mundësi me shpreh, me pa kemi edhe literaturë, timen personale, mandej edhe nga shkolla, këta kanë mundësi me shpreh kreativitetin e vet, edhe me tregu atë se çka mundin me bë. Sipas mësimdhënësit Ekrem Kalludra, arti ndihmon nxënësit të jenë më të relaksuar dhe më të përqendruar edhe në lëndët e tjera mësimore. Sigurisht që nxënësit gjatë orarit dhe plan programit të tyre kanë edhe lëndë shkencore, që janë shumë të domosdoshme dhe shumë të rëndësishme, edhe normalisht kanë pjesën teorike, formulative, ekuacione matematike, kutadione, por arti jep mundësi tjetër me shpreh edhe fantazinë e vet, kreativitetin e vet, me qenë të lirë, mundi të relaksuar, pa kurzime ekuacionale, pa formule, pa këto, edhe këta normalisht që kanë mundësi me qenë vetvetja, edhe ndihen të relaksuar, ndoshta me pas orë më shumë do të ishte më domosdoshme për shkak të freskisë të tyre, relaksit dhe përgatitjes për orën që do të pasoj. Cili është ai motivi ndoshta që u jepet edhe vetë këtyre të rinjeve, qoftë ndoshta nëpërmjet ekspozitave brenda shkollës apo edhe jashtë shkollës? Ne talentet i vërejmë gjatë orëve mësimore, sigurisht, edhe tash në kuadrët e kësaj shikimi të thukt nxënësave se çka punojnë, si punojnë, se sa interesohen, atëherë neve thjesht i motivojmë, duke ju hap sugjerime, këshilla, duke ju ndihmuar fillimisht, edhe mandej kur të shohin rezultatet, këto janë thjesht një satisfaksion për nxënësat, edhe normalisht që këta veç ju rritet dëshira edhe më shumë që të kenë aktivitete, domethënë edhe të inkuadrohen më shumë që të merren me art. Qoftë në fushën e vizatimit, qoftë të pikturës apo edhe të skulpturës. Për nxënësit, ora e artit është momenti kur imagjinata merr formë dhe secili ka mundësinë të shprehë veten lirshëm. Mu më ka animu një orë e artit figurativ në shkollë dhe me kuptu ma shumë qa
për lëndën që më pëlqen mu me praktiku gjatë orarit shkollës ose edhe në shtëpi. Çka të pëlqen më shumë me pikturu ose me vizatu? Mu më pëlqen, nuk e kam të caktuar, po qa do që... Vendoset si temë, ndoshta nga mësimdhënësi. Jo, po edhe nëse edhe në shtëpi praktikoj, në shtëpi për shembull qa do që më vizatohet, që shme thonë. Të pëlqen kështu nëse shet diçka qoftë një punim ose prej ku motivohesh? Po, plot familjari kam që pikturojnë, edhe kom qef për shembull me qenë se ata vizatoj, e kom qef për shembull portreta apo natyrë qetëse. Përderisa e mbani një orë të artit, sa ndihesh e relaksuar, pastaj ndoshta me mbajt orë të tjera mësimore që i keni gjatë ditës? Kur e mbaj një orë të artit figurativ në shkollë, ndina më e relaksuar se e kena pas qatë orë si të lirë që e kena mujtë me vizatu. Do me thonë me një orë mësimore, mas parti është shumë e rëndësishme zhvillimi njësisë të orës, tani është edhe paraqitja e një vizatimi ose pikturës, varet çfarë është njësia e duar për atë orë. Çka të pëlqen ty më shumë ti me vizatu, apo edhe me pikturu? Mu në art më shumë ti më pëlqen kështë lloji abstrakt, do thonë pikturat zakonisht i bëj abstrakte, edhe zakonisht përdori ngjyra më të ftofta. Sot, çka ke paraqitë punimi juaj? Sot e kom paraqit një natyrë qetë, do me thonë një vazë edhe një enë me fruta, do me thonë paraqitja një natyre të qetë. Më së shumti unë kam qef të vizatoj me laps dhe këtu kam paraqitur Adem Jasharin për pavarësinë e Kosovës. Ja keni nisë me u përgatit? Shumë mirë. Sa të ka ndihmu ose sa të ndihmon në përgjithësi një orë artit figurativ për atë përgatitjen e mbajtjes së orëve tjera, ndoshta lëndëve tjera? Mua më shumë më relakson arti figurativ se është shumë qetë dhe më shumë më bën të relaksohem edhe më shumë, edhe më bjen të ndihem më mirë dhe pasandej të vazhdoj edhe orët e tjera. Ju pëlqen më shumë të paraqitni portrete apo çka nëpërmjet vizatimeve? Më së shumti kam qef të paraqes portrete, si për shembull kjo, po kam qef edhe të paraqes edhe natyra, si për shembull pemët edhe katundet e të tjera. Po, a ke marrë pjesë në ndonjë ekspozitë dhe nëse po, më tregon se me çka ke marrë? Po, unë kam marrë pjesë në ekspozitë dhe kam bërë edhe unë pikturën time, disa piktura, po njërën që më ka pëlqyer shumë të vë është kjo pikturë këtu, që është për krenarja e Skënderbeut. Dhe këtu u vete kam bërë këtë me motrën time së bashku, e kena bërë këtë bashkë, edhe mënyrën se si kam bërë është së pari kena filluar të bëjmë skicën për krenarës së Skënderbeut dhe pasandej kena filluar të pikturojmë këtë rreth e rreth për krenarës dhe më në fund kemi filluar të përdorim edhe për temperat e vajit dhe këtu si shihet edhe në vetë, pra këtë teknikën si e kam bërë. Nëpërmjet artit, nxënësit jo vetëm krijojnë vepra, por ndërtojnë vetbesim, kreativitet dhe një lidhje më të fortë me shkollën.